Nëse ti do kishe mundësin të hape një dyqan, Po. qa do doje të shisje të dyqani jotë? Po kjo është që ke vështirë për mua. Se? Nuk e kam me dy mendje. Një do bëjmë mësuese, një do bëjmë doktoresh, një do bëjmë shitse, një do bëjmë parukere. Nuk e di, nuk e kam me vendosur. Më bëhet që ti je të gjitha në këto lloje. Të gjitha? Nuk e ke të ndarë mendjen? Po. Cila nga këto mendon që do të sjellë më shumë para? Shitja. Shitja. Se edhe ku kam vajtur një ditë, kështë hapar 200 euro atë. Ishte një kështu. Jo 200 euro më falë, po ishin disa lek, ishin 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 lek. Ishin aty? Okej. Kishin dhe 100 lek të vogla në ato rrotullamet, të shkoqura dhe. Por qa duen lekët, mendon? Por qa na duen lekët? Na duen që neve të blejmë çdo gjë, që të blejmë ushqime, karamele ndonjëherë, për të qeratur, çokolata, bukë, mollë, këto, ushqime, perimet, fruta, dhe çdo gjë të tjera, dhurata për vitin e ri, bicikleta, nëse ke ditëlindjen. Për të ndjekur Mirë Mbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.